besimtari ka për obligim që të sillet mirë me njerëzit të cilët janë paraqitur mirë, i kanë ndihmuar, janë drejtuar me fjalë të mira dhe kështu me radhë. Nëse këtë nuk ka mundësi ta bëje, atëherë asnjëherë nuk haron që të pyese për gjendjen e njerëzve të cilët janë sjellur mirë me ta, ose të i telefonoje personit që i ka bërë mirë. Të gjitha këto ne mundohen të i bazojmë në jetën e Muhamedit alayhi salam, që të kuptojmë se një gjë e tillë është e mundshme, por njeriu i cili ka morale dhe virtytet e larta asnjëherë nuk e haron të mirën dhe sjelljen e dikujt tjetër dhe mundohet me mishe me shpirt që edhe ai t'ia ktheje me të njëjtën, e pse jo edhe më mirë. Ju e dini se Muhamedi alayhi salam me shokët e tij kaluan në torturat më të mëdha përderisa qëndronin në Mekë. Kurejshët me kas panë që i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam nuk ka të ndalur me thirrjen islame. U munduan në mënyra të ndryshme që një herë për gjithmonë ta vrasin të dashurin e Allahut, por edhe kjo nuk u shkoi për dore. E ato në fund bon një kontratë, një marrëveshje mes fisëve që ishin në Mekë dhe vetë mekazëve, që Muhamedit me shokët e tij mos t'ia mundsojnë shitjen e ushqimit, respektivisht të bojkotohen muslimanët në përgjithësi, e asnjë pjesë nga ushqimi mos ju shitet muslimanëve. Muslimanët 3 vite radhazi qëndruan në këtë bojkot, por asnjë prej tyre nuk u luhat nga besimi i tyre. Normal, hasën vështirësi, hasën probleme dhe kështu me radhë, por asesi nuk ju dorëzuan të pavërtetës. Një ditë Ebul Bukhturi ishte një person i mençët që jetonte në Mekë. Ai bisedoi me disa njerëz autoritativ të Mekës, duke i këshilluar ata që ta prishin këtë marrëveshje, respektivisht mos e përfillin këtë marrëveshje që kishin bërë me kasët, dhe t'u shesën ushqim muslimanëve. Edhe kjo ndodhi, ky grup i mekazëve ju shitën ushqim muslimanëve, edhe pas 10 viteve, Muhamedi alayhi salam, pasi që u shpërngul në Mekë, në Medinë, u zhvillua, ose erdhi koha për të zhvilluar lufta e Bedrit. Muhamedi alayhi salam i këshillon shokët e tyre duke ju thënë që nëse ju del përpara Ebul Bukhturiu, atëherë mos e luftoni ata dhe mos i bëni asnjë të keqe, nga se ai na ka bën një të mirë të madhe kur ishim në Mekën e respektuar. Kështu ndodhi, të nderuar besimtar, erdhi koha që të ndeshen dy ushtrit, ushtria muslimane dhe ushtria mekase. Dhe tregon njëri prej muslimanëve, thotë, u ndesha e takova Ebul Bukhturiun, dhe unë me njëherë e kujtova fjalën e pejgamberit alayhi salam, dhe me njëherë u largova prej tij duke dashur të luftoj me personin që ishte pas tij. Ai habitur më ndoqi dhe më tha, përse nuk lufton me mua, përse nuk ndeshesh me mua? E unë ja tregova fjalën e Muhamedit alayhi salam për ndihmën që na ke dhënë ti përderisa ishim në Mekë. Ai më tha, harrova atë ndihmë që u kam dhënë juve. Dua të luftosh me mua. A nuk lufton, thot, me mua? I thash jo, nga se dua ta çoj në vend fjalën e pejgamberit alayhi salam dhe dua të respektoj ti për mirësinë që më ke bërë. Ai mu vërsul, edhe unë duke hikur prej tije, ndërkohë e pash shpatën e tij afër kokës time. Edhe unë ju ktheva edhe arrita që ta vras këtë njeri. Por halli dhe brenga ime ishte fjala e Muhamedit alayhi salam, se si do t'i arsjetohem të dashurit Allahut për këtë vepër që e kam bërë. Shkova tek Muhamedi alayhi salam duke u dridhur nga gailja, nga pikëllimi, dhe i thash, o i dashuri Allahut, kështu më ka ndodhur me personin në fjalë. I dashuri Allahut sallallahu alaihi wasallam më tha, s'ka gjë, Zoti të fal.